Përshëndetje. Jam duke dalë xhiro, kam dalë xhiro me bicikletë. Edhe ndalova në këtë vend të mrekullueshëm këtu, siç e shihni, është si parajs. Thash të shoh çfarë ka këtu. Më troqi ky është lek i gjithë këto, më fal edhe vendi. Edhe shoh këtu, pothuajse çdo gjë që është këtu vërdall, janë bardha të ngrënshme. Që nga radhiqet, nga këto, më fal, e zogjve. Nuk që quhen këtu pak të në gjermanisht, në shqip nuk i njohë ma të mira. Kush e dile ta shkruajlet për të tjerët. Është një sallatë fantastike dhe kjo. Edhe qep të egra ka aty matan. Pashtë edhe shumë lloje tjera, edhe këtu janë për ngreshme. Po thuajse 90% më fjalë të bimësisë që është këtu janë të ngrënshme, janë plot me vitamina dhe mineralet që të kënaqin trupin, të vajnë trupin në formë. Por atë çka unë dua të them, që mua as nuk më intereson çfarë ndodh atje jashtë se për çfarë flitet, për frikra, jo ky, jo atje, duhet të vi kjo. Mjafton dia që kam dhe që e avancoj çdo ditë më shumë për natyrën, në të cilën gjehet çdo gjë. Kështu që edhe për vete nuk e çaj kokën fare, edhe njerëzit që janë afër meje nuk kanë përse ta çajnë kokën fare, sepse në çdo lloj situate vetëm për të ngrënë nuk vuan askush. Të paktën unë, jo, por ata që janë afër meje. Për ata që nuk din, për ata që s'kan mësuar akoma, që s'kan filluar, mund të jetë shumë e vështirë, por më mirë vonë se sa kur. Fillo dhe mëso. Kalofshi mirë.